qërë. Allah të ruj ty. Avoj shpërblim, avoj, ta vur. Veç na të regon motra, se mentori ka qenë edhe gjatë luftës i maltretuar prej militarëve serbë. O të është gëzimi jo si djoli ka mirë. Po, kur e ka marrë, qa mi marrë kjo krejt i masakrone. Se kishon frikën se o me nanë të ndo, jo vesh me këta, ato ka, unë e qonë, e lypi djali. Jemi edhe sot në emisionin tonë që vese kemi fillu të harruarit. Jemi prap duke shku tek një familje në Obiliq, e cila na kanë tregu se ka gjendjen tronë dhe ne prap do të shkojmë dhe do të vizitojmë. Të gjitha familjet të cilët i kemi vizitu deri tash, kemi pas për kras dhe njerëzit që i kanë ndihmu, dhe besoj që edhe këtë familje do të del dikush, do një donator, do një pamirs që të ta ndihmoj. Pra na jemi rrugës për Obiliq dhe pak minuta do të mbrim tek familjarët dhe do të bëjmë një bisedë me ta, të shikojmë gjendjen e tyre nga afër, sepse terreni është mbreti i gjithçkaje. Pa dalë në terren, pa dalë me i pa njerëzit, nuk e dim as si po jetojnë ata. Nuk e dim hallet dhe dertet, sepse secili sot ka hallet dhe dertet e veta. Dikush më të mëdha, dikush më të vogla, dhe dikush e ka hall dhe dert vetëm në shtëpi ta ketë, sikurse e ka hall dhe dert kjo familje të cilët ne jemi duke shku. Dhe ne po dalim nga afër, ta vizitojmë, ta shohemi se a është marrë dikush me to, a i ka ndihmu dikush, a i ka premtu dikush, apo është i harruar dhe nuk e intereson ai s'kuj për to. Ne jemi ajo syri i këtyre njerëzve të cilët nuk e kanë atë mundësinë që dalin para publikut, para tjerëve që të kërkojnë për ndihmën e tyre. Përshëndetje, ne kemi arritur në vendin ku ishim duke ardhur dhe tash jemi tek shtëpia, mirë po kjo shtëpi të cilën këta jetojnë këtu nuk është e tyne. Është një bamirs i cili ja u ka lëshu shtëpinë përkohësisht që ata të jetojnë. Kanë qenë në një vend tjetër me qira, mirë po nuk kanë pas mundësi ta paguajnë qiran dhe i ka largu nga shtëpia dhe tash janë duke jetu në këtë shtëpi, fal një bamirsi të kësaj komune i cili ja ka liru shtëpinë për një kohë derisa të bëjnë një zgjedhje. I njëjti bamirs ja u ka folë që i ka dyari tokë, të cilët kush ka mundësi pe i njerëzve, pe atyre që ndihmojnë dhe bamirsve, donatorëve që kësaj familje t'jam marrë edhe një shtëpi. Familja që të shohim edhe vetë është në gjendje jo të mirë dhe është harruar nga një pjesë e shoqërisë, është harruar nga komuniteti, është harruar edhe nga institucionet të cilët funksionojnë dhe kanë funksionuar në këtë vend. Mirë po ne me emisionin tonë do të jemi që shtam syri i këtyre njerëzve të cilët do të shohin të tjerët dhe me ndihmën e juve ne do të mundohemi që këta njerëz të dalin në dritë që themi dhe të kenë shtëpi të tyre. Duke e thonë këto, ne themi se në këtë familje e kanë edhe një problem madh. Problemi është se e kanë një familjar i cili është një gjendje jo të mirë, do të thonë është një gjendje jo të mirë mendore dhe është me një moshë bajagi të rritur dhe patjetër duhet të jetë dikush që të rrin me to sepse ai ka mundësi që të dalë jashtë dhe nuk e din ku të shkojë. Pra, këta e kanë çështjen shumë trondë dhe padyshim ne lusim gjithë ata donatorë, gjithë ata bamirs, gjithë ata që ju kanë zemra
për popullin e tyre, për këta njerëz që i shohemi që del dikush të ndihmë dhe të ndihmoj. Zoti ju shpërblet dhe ju nderoft. Ne tash po shkojmë mrena dhe do të filmojmë dhe do të shikojmë se ç'është gjendja e tyre. Qa po tham? Fal. Kitë mëte e du mas forte pasha. Ho, e du mas forte. Qito, O kry. qore. Allah të ruaj ty. Alloj Zotë, shpërblet. Alloj, ta vosh. More. Na veç se jemi tash familja, na po e shohim që është edhe gjendja. Domethënë, mentori është një djalë shumë i mirë dhe që shpeshon edhe na na orë minimum mentori. Alloj shpërblet. Edhe mentori domethënë e ka një motër që është edhe këto që ajo çdo herë po kujdeset për ta. Pu. Mentori shikimi nuk e ka, domethënë, ka dhe çdo herë nevojitet barna ilaçe të shumta që këta mu merr me gjendjen e tina. Për ma shumë, domethënë, na veç peshohemi gjendjen, është një gjendje që na prekton emocionalisht dhe nëse neve në familje tonë as na prek bilet jemi ata që emocionalisht e ndjejmë atë tonin, të afërmit tonë, familje tonë, shoqëninë tonë ku jenë të jetu dhe çfarë gjendje. Pra gjithë ata që neve na shikojnë në ky vend, lusemi me shpirt që të ndihmojnë kësaj familje që ata të kenë një shtëpi dhe të kenë një vend ku kanë mu vendosur. Na për ma shumë mujna me folë edhe motra e mentorit, e cila na tregon pak a shumë se qysh është gjendja. Domethënë ju jeni motra e mentorit dhe thuaj se zoja e kësaj shtëpie, e cila ju jeni të kujdes. Gjendja e juve, qysh është, çfarë sa nevojitet për mentorin, qysh është, qysh pe kaloni këtë farë vështirësie, kjo shtëpi ku jeni të jetu, thash që është që ja ka dhënë dikush përkohësisht me ne. Po, përkohësisht. Dhe keni qenë më herët, s'keni mujt me pagu qiron, ju kanë largu prej atuvit, dhe jeni pa shtëpi. Po, jemi pa shtëpi, rastin e mentorit ju pak a shumë, veç e keni të informon, mentori o pej lufte, tash i ka hup shikimi, i ka hup këja krejt, se kjo tash o me stres, zdësare kemi qenë në spital si ka qenë një smut, ma pisi ka vdek edhe nana, ju ka kishtu gjendja, po tash shumë edhe kushtet pak lekshta, jo qiraja, jo këjo të natë, shumë keq. Ju do më thonë keni nevoj për një shtëpi. Po, për një Një shtëpi, donator për na një ka tregu vend që banem. ja ka dhënë të tokë, vit po ju vjen juve veç dikush për ja marrë shtëpinë. Po, Ndihma që, do më thonë, shoqata bereqeti ju ndihmon, ka pak për Po. ndihma me kur ushqim. kur të ka ndihma, bashkia islame, po, bereqeti këto, normal si na ndihmojnë, Mirë na po, informojnë. përveç kësaj na ju duhet, do më thonë, ajo që ju me pas një vend banim t'juve, Po, që me ne. jetu Po, një vend banem, një shtëpi, po, më vrahatu dikon familja, mos më duft, se sot jem që të, po, nisë. elhamdulillah si ky pranari pak është i kuptueshëm, e kupton edhe gjendjen, edhe rastin, ka rënë për një kohë, deri sot bani diçka. Po, pak më të këtë dil, është e jemja, se ne kanë qenë edhe të tërkon me qira, e kemi pas rastin edhe ma keq, edhe na ka duft me dalë minë shu. Si ka interesu, se shtëpia e vetë, na ka hëtë dilni, u duft me E dalë. komuna ka marrë në rasta, Komuna s'ka marrë kur farë rasti. për shembull, ja paguaj laçet e mentorit ajo. Kur ka qenë në spital, normal kemi bo kërkesë, me na ndihmu se ka pas gjendjen shumë keqe, shumë si ma u konë kumë. Pa ilaqet si ka mentori, na nuk guxojmë as 24 orë me mentorin pa ilaqet. Sa është çmimi i tyne profesor? Po çmimin varet tash qysh i ka çfarë barë në shjeqet mjeku. Që tash ti për momentet është veç me 2 lloje. Si e kena pas ti pak ma të lehtë e ka gjendjen. Po mu ju ke su gjendja, këti do të mi ashtu barnat. Do me ka para 3 vite, masi na ka vdek nana, këti ju ka kështu gjendja, e kemi pas në spital, ka qenë me infuzione, injekcije, tana, neve na ka duft, me dal me lyp, edhe me ja ban. Sot, neve na duhet me i kërku dykon,
Ho, edhe me e bo gjendjen ilaqet e këti, se zgudzujna me ila pa ilaqe. Nëse lijet pa ilaqe, çfarë ndodh me to? Këti bje më një herësi e të lojmë pa ilaqe, e ka smujen, Epilepsin, po. Khirat, e ka, një ditë mos me ja përdor. Shembull sot, nuk e ka ilaqet me ja përdor, këtit nesrit, mas nesrit, i bje me një herë të fekt, i hub vedia. Tash, ky e ka shumë gjendjen e keqe, me sy, nuk she, veç kur të kom për më përkrahi se të qesëm, po lak mu me dal, qysh mi qitë. Na si familje nuk më mujna gjdo herë mi ka po, hajde se po të qesëm, gjdo herë do të me konë dikosh. Jo kunata gruja e vllaft, se është edhe gruja e vllaft me hëmi, po aja tashti i ka obligimet e veta, se i ka 2 hëmi, 2 janë në shkollë, një në klasë 5 djali, që ka pra shkollor, aja tash do të mu angazhu me hëmi, jo me punë të shpis, na gjdo herë do të mi kanë dikush oferti. Sus mujna mi la vetë, po me keqës janë është për ven banje. Do më thonë na pojna apel për mesoj. Po, që në me mas pas një mundësi që dikush shumë ti kem nevoj për ven banjem. Me pas ven banimin, mi ditë si po rahatohen familja, edhe mu hik, pak mu letësu që kjo. Se tash edhe vllav qa, ai po munohet dikon, jo diçka, sa mos me bëhë lazëm krejt me mejt, pa diçka nga të veti. Po punë s'po ka me ka, vëlla qesët e gjithë punën e sigurt, edhe u siguru që to, jo. Ajo me po këtu s'ka kur gjo, a me marrë me hongër, a me marrë me bo diçka ma tepër, asë një cencët e kem, do të mja siguru këti i barnat. Veç na të regon motra, se mentori ka qenë edhe gjatë luftës i maltretuar prej serbë, dhe me thonë prej shkive. Se da qysh ka qenë aje për juve, qysh ka qenë, është dhe me thonë i... Po, i maltretuar mentori është, kena qenë të dojtë... Invalid i luftës? Po, invalid i luftës, por invalid i luftës o veç... Se shka i ka ndodhë mentori? Po, mentori të dojtë kemi qenë në rezallë, se kemi dalë pej fshatit tonë, kemi shku të dojtë në rezallë, mi kalu luftën, ato kanë hishkijet, edhe kë u kanë e u i vertë, për i syve të s'ka pa mirë me sy, nëna gjdo herë ka pas me vejti, se s'kena mujtë mila, ato e kanë marë, e kanë maltërtu, e kanë rej në fshatin në rezallë, ku mund të Skenderajt, me 15 prill, dhe me ka këta e kanë masakron në fshatin Pollush, në Makermal. Ka shajat në trup që i kanë... Po, i ka shajat në përkry, qërani ka shajat në përkry, veshin e ka të prejmë. Ne kemi ditë si kjo është i njëtur, po këto e kanë bësë i shkujnë, ja kanë hupe edhe kontrolen, ma piqat u të i hup kontrola. Ato e kemi ditë se është i vranë, kanë arë shkije të e khirë nanën. Ne kena kap nënën, e kena uli, kena ka mësu që, se kishon frikën se edhe me nënë të landohë, jo vësh me këta, ato ka nëna ka, unë e qonë, e lipi djallë. Ato u qunama, ka unë ka për quna, po më ndërsa për djallë. E o ka qenë nëna u qu, u përgjigjë, Hajria Ahmeti, ka në khirë nënën, u përgjigjë. Ka po ka djallë është mirë, e o të është i gëzimi jonë si djallë ka mirë, mendimi jonë si është djallë i mirë. Ka pas fat, po kër e ka marrë, qa mi marrë kë krejt i masakronë. Ma 3 javë delë, veç zoti, edhe nama ka ditë që ka përjetu me ta. Si së ka në gjendje, as buk për veti mu që me hangër. Se jo tirat, për jatuit, këti edhe ju ka kështu gjendja. Tani ndërko... Ma kanur. Mas një kohë, Ma kanur. kjo ka pas edhe gjak dergje. Poret. Na ka kom iku, se ka pas edhe lendime. Hej, Ka pas gjak dergje në Moshkni. Hej, ma kanur. Ato e kemi qute një mjek në Skenderaj, a i na ka kallëzu, se pak i ko Moshkni të damtune, ne dim së të shkafet, maltretimin. Kena mja prunë e sërsh. Kuj ka shenjë trensi është të masakron të krej. Tash veç përshomi këtë familjen, që na tash pëndomi për kësoj familjen. Dhe gjas që... Anani.
me na ndihmu gjithë ata që na O shohin. në Zoti, Zoti gjithë shpëbleft. Zoti, Inshallah shpëbleft, krejt. Edhe na i lehtëso këtu fargjendje. Se Amin, inshallah krejtve. Pa Do Zoti, Zoti na i lehtëson, bëhon pak më shpëbleft, fort, më të lehtë. Inshallah ku ka keq, Allahu i ndihmon e ngrit. Se si më veç na, po ka shumë familje tjera. Se o ma keq e kanë në gjendjen, po Allahu i është, ai në altësi shpresa vetëm te Allahu i do të më majtë. do të thonë jemi në vendin ku jemi të kjo familje, e cila sot Haxhi Azem Mjeku është ai që këtë shtëpi që kemi mbrapa, që jeton ajo familje i ka lëshu, do më thonë pa qëra, dhe ata jetojnë në këtë shtëpi folë bamirësisë tina. I njëjti është ai që e ka çu edhe 2 ari, ja u ka folë 2 ari tokë, me qëllim që del najt bamirës që t'ja marrën shtëpinë, sepse këta s'kanë pas tokë të vetën, kjo familje, dhe Haxhia është ai që me vetë dëshirën e vetë, vullnetin e vetë, për hir të Zotit, ja ka falë 2 ari tokë kësaj familje dhe na presin për bamirësve, të cilët në ato 2 ari që ja ka falë Haxhia, që të mundohemi që të marrojmë një shtëpi për këtë familje që da shumë ka nevojë. Haxhi, do më thonë, na tregun mrena se ti je ai që ja u ke lëshu edhe të shtëpinë, po edhe 2 ari tokë për këtë familje. Si e nje këtë familje dhe qyshe përjeton, ti ka ardhur ajo ideja që ti më ja lëshu ty në shtëpinë dhe arin për me jetu. Po këta njerëz i njohum se të gjithë i njohum, se ta janë të ardhën për një fshatit komunës Drenasit. Kështu që kanë ngellë qysh prej mas lufte në përdyr të Hallkut. Derisa kom kuptuar se kontributi i tyne, se çka ka qenë edhe njeri që është i smut, që u vërbu, më ka shtyje ajo fisibillah për Allahun, me bo një veprim tillë. Edhe kom shpreh atë dëshirë, edhe t'i leje këtu derisa të bojnë një zgjedhje për ta, edhe 1-2 ore kush mund se unë ma shumë mundësi, nëse kom diçka ma tepër, po tash më kanë harxhit edhe buxhetet, se ma herët kisha mujt me bon ashtu ma shumë, po kom bërë. A ka dikush që u interesu që me na ndihmu një pjesë që me ndërtu, apo ka pas një interesim për... Nuk më të thëmë përgjë se në përmes në vesh së më ka ra mu hale dikush, kanë bo dikush laf, po lafet kota, ato se në po më doken shumë që po shkoj zhag, se kjo nuk ka si vjetë, po që sa vite, që shpej mas lufte, ka qenë edhe mija. mija. Në tha që u konë me qira dikun, ata e kanë largu shkoku që s'ka mujt me pagu qira. Sigurisht e kanë largu. Dhe ti e kone që i kem shtetë se këshin me të urdhë. Sigurisht. Po, kështu që me thonë dikush me marë tamanile, nuk e ka marë hale kërkush. Premtimet se cilët si shiem na si popull, aj po, do të bohem, do munohem, koha po shkojnë, ditët po shkojnë, fëmija po rriten, këta në përdyet Hallkut, kështu që nuk ka mune diçka në dikune tjetër, përveç që ty në kush donë edhe kush ishe, që mund me bo një gjatë tillë, një ndim, tillë, një për Allahun, se kjo nuk ka mundësi një herë për një herë, inshallah do Zoti, kur i rritën fëmija po atëherë, është vonë. Haxhi Azem, na falenderojmë shumë, sa unim dëshprum mrena kur e pom, do të thonë qysh jeton kjo familje dhe qysh on, mirë po tash diqysh na u ngjall zemra kur pedim që dikush ka dalë në krah spoku, që e ka qetë zemrën dhe i ka ndihmu, dhe gjithashtu për ato 2 orë që sot nuk janë pak, po janë bajagi shumë, edhe që e ke shpreh dëshirën për hir të Zotit që aty në minimu. Kështu që na lutim gjithë ata donatorë, gjithë ata bamirësa që të ndihmojnë kësaj familje dhe kjo familje të ketë një strehim në kokën e tyre. Zoti ju shpërblet, ju në rrofë, Allahu mos i hub kurrë. Amen.